أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me këto mexhlise ku shëtisim në këto kofshte të bukura, të cilat i ka grumbulluar dhe përgatitur njëri prej imamëve dhe kolozëve të Islamit, të cilët me gjithë se kanë jetuar shkurt, ata kanë lënë pas vete një thesar shumë të shtrenjtë, nga i cili thesar vazhdojnë muslimanët akoma të përfitojnë, e përderisa ata përfitojnë realisht, edhe ati i vazhdon rrjedhja e shpërblimeve me gjithë se është në varr. Është shembull dhe model për të cilën duhet të mendojnë muslimanët se cilave vepra t'u jep rëndësi në jetën e vetë. A veprave ku fitimi për tyre është momental edhe afat shkurt, apo veprave ku përfitimi për tyre është afat gjatë, madje vazhdon edhe pas vdekjes tënde. E dietarët, imamët e umetit islam, janë ata që me shërbimin e fesë dhe me lënien pas vete të diturisë vazhdojnë me përfitu nga këto angazhime dhe aktivitete, edhe pse kanë kalu nga vdekja e tyre qindra dhe mia vite. Dhe na shfrytëzojmë rastin që edhe sot në muajin Shaban të vitit 1447 nga hijreti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta lutim Allahun e Madhëshëm që Allahu t'i shpërblen të gjithë dietarët musliman për shërbimin e madh që kanë bërë Islamit dhe për ndihmësën e madhe që kanë bërë muslimanëve. E sidomos e lutim Allahun e Madhëshëm që Allahu ta shpërblen Imam Neveviun rahimullahu taala, i cili me këtë vepër madhështore që ka lënë pas vete, ne sot mësojmë, ne sot përfitojmë, ne sot e ngjallim imanin ton, e shtejmë diturinë ton, e ngacmojmë motivimin dhe zellin ton, dhe i shtejmë gjithsesi veprat e mira në jetën ton. O vëllezër, na kemi kalu mbinimi me mexhlise deri këtu. 15 vite të plota. Kemi filluar vitin e 16. Paramendoni sa ulema edhe xhamat në botën islame e lexojnë këtë libër dhe përfitojnë prej tij. Paramendoni në sa shekuj është lexuar ky libër dhe është mësuar. E krejt shpërblimin e asaj i ka shku Imamit Neveviut rahimahullahu taala. Sikurse ne sot t'ia dimë rëndësinë dhe vlerën që ka dituria, edhe t'ia kushtojmë kohën dhe jetën tonë diturisë mësimit të fesë, pasha Allahun e madh, edhe neve do të na ndodhte që edhe pas vdekjes tonë, sado që do ketë jetë këtë tokë, të përfitojmë edhe të marrim shpërblimin e asaj që kemi bërë sa kemi qenë gjallë. Mirë po, siç është treguar në hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me kalimin e kohës, me kalimin e viteve, me afrimin ka kiameti, ngritet dituria. Humb vullneti dhe entuziazmi dhe ambiciat e besimtarët për të marrë me dije. Edhe andaj nëse shkon me një mësim ligjërat, mungon në 2-3 tjera. Nëse shkon një javë, 2-3 javë nuk shkon. Nëse lexon një send, mastene me javë dhe me muj nuk lexon as një send. Pse? Sepse vullneti, entuziazmi, ambicia janë ka ra. Interesimi është i ulët. Edhe ma shumë kohë harxojmë në gjëra banale, të parëndësishme, të pavlefshme, sesa në atë që i bën dobi zemrës son, i bën dobi mendjes son, i bën dobi jetës son.
E pastaj na bën neve të përgatitur që ta përhapim atë dituri edhe të këtyre që kemi përreth nesh. Allah i madhëshëm e shpërbleft këtë imam me shpërblimet e tij të mëdha dhe të begatshme për këtë shërbim të jashtëzakonshëm që ka bëu Islamit dhe muslimanëve. Jemi në kapitullin e 80. Me radhë që nga fillimi i librit, kapitulli që flet se muslimanët e kanë detyrë dhe obligim me u bind dhe me ndëgju të parin e tyre. Gjithmonë, përveç se kur urdhron në mëkat, dhe se nëse ai urdhron në mëkat, atër është e ndaluar bindja dhe ndëgjimi, bindja ndaj tij dhe ndëgjimi i tij. Subhanallah, mekanizëm i jashtëzakonshëm i cili e ndërton raportin e pushtetarit me popullin mbi parimin e devotshmërisë dhe bamirësisë. Edhe çdo herë që ai do e ketë qëllim, synim, objektiv, devotshmëri dhe bamirësinë, jo vetëm do i bindemi atij, po edhe do e ndihmojmë në këtë punë. Dhe kundërta është e kundërt. Dhe nëse dikush për pushtetarëve musliman e ka synim dhe objektiv në jetën e tij me përhap imoralitetin, degenerimin, gjunahin, la sam'a wala ta'a. As bindja, as dëgjim ndaj tij. Pse? Sepse këto raporte njerëzore ndërtohen mbi këtë parim. Parimin e afrimit te Zoti, parimin e adhurimit të Zotit, parimin e devotshmërisë dhe bamirësisë. Ashtu siç tha Allahu i Madhërisht në Kur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Bashkëpunoni në bamirësi dhe devotshmëri. Dhe mos bashkëpunoni në mëkat dhe armiqësi. E kjo është bashkëpunim mes pushtetarit dhe popullit. Është bashkëpunim për me majtë në kom një shtet i cili qeveriset, udhëhiqet, menaxhohet me fjalë të Allahut xhelal dhe porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ky bashkëpunim, nëse nuk është mbi këto raporte, normalisht nuk ka mundësi me pas zhvillim. Nuk ka mundësi me pas zhvillim pozitiv, sa i mundet me zhvillu, se shumë shtete muslimane së të botë janë kom, janë edhe të forta. Mirë po, a janë prej atyre shteteve që e kënaqin Allahun? Jo. A janë prej atyre shteteve që i synojnë muslimanët e devotshëm? Jo. Po megjithatë edhe ajo ka rregullat e veta. Pra kapitulli 80 dhe në 3-4 mësimet e kaluam me folëm mbi ajetin që kishte sjellë Imam Neviu rahimullahu taala dhe u munduam ta zbërthejmë pjesë për nxjerrje në shesh porosi dhe mesazhe shumë të mira dhe shumë të veçanta dhe të ralla, që sot me lejen e ndihmën e Allahut xhelal të fillojmë me hadithin e parë. Imam Neviu rahimullahu taala në këtë kapitull i ka sjell, i ka përzgjedh, i ka grumbulluar 11 hadithe. Në kapitullit e mëhershëm e keni pa ka pas 3 hadithe, 5 hadithe, 6 hadithe, këtu janë 11. Pse? Sepse bindja ndaj të parit të devotshëm, ndaj të parit mirë, është adhurim i rëndësishëm. E mban kompakt atë pjesë shoqërisë, atë shtet, atë vend. Edhe ku ka kompaktësi, ku ka pajtueshmëri mes të parit edhe popullit, aty ka bereqet. Pse është insistimi në këtë parim? Sepse njerëzit shpeshherë kur bëjnë shumë parë ose kanë sot për flas për gjuhën e sotit ndikim mediatik, kanë pushtet edhe lobim, i shkon mendja me rrëzu atë kryetarin mu bo vetë kryetar. Për me animu vetës punë të veta, për me ashtu vetës mundësit me shtu ndikimin, pasurin, pushtetin, ndikimin. Edhe e mendon se duhet të rebelohet karshi ti, të bën grushtet ndaj tij, të bën puç, të arzon atë edhe të merr ai vendin e tij. Bile shpesh edhe ndodh edhe njerëz që s'kan shumë pasuri dhe s'kan shumë pushtet, edhe s'kan shumë ndikim, po i ka një 10-15 veta me veti, një 100-200 veta me vete, i ka të bindur ndaj tij, e ndëgjojnë atë
dhe i rritet menja se me 1.000 veta mundet me rëzu një shtet, i cili ka 10-15 milion banor. Edhe mendon se me atë grushtet ai ka me bo ma mirë. Edhe e bon, nëse e bon atë vepër, ja e dëmton veç vetën, nëse i dështon këtë plani, ja nëse i arin me pas sukses gjysmak, me shkatru edhe vetën, po edhe shtetin. Islami në përmes rregullave të veta i mbron 2 qëllimet mëdha. E para, ndërtimin e një shteti të drejtë dhe të zhvilluar, që i themi na shtet islam. Normalisht emërtimi shtet islam fatkeqësisht keq përdoret në kohra të ndryshme dhe vende ndryshme. Edhe sot për shkak të një grupit të rebelum që si kanë qarta qëllimet e shtetit islam dhe që nuk janë sinqert në atë kauz, e vjedhin, e kidnapojnë emrin dhe ja japin vetvetes, megjithëse ata asnjë komponent shteti se kanë. Edhe sot, sidomos në këtë dekadën e fundit, emri shtet islam aludon në një organizim të disa njerëzve, Allahu e din kush i ka zgjedh, kush i ka nxit, kush i ka pru, po e kanë kidnapuar këtë emër kaq madhështor për një organizim fantom të tyre, edhe ata me veprat e tyre që ja dëmtojnë edhe ja damkosin imazhin e islamit, me u llogaritë se këta janë modeli i shtetit islam. Jo, asnjëherë. Megjithëse në mesin e tyre ka mundësi me pas njerëz të sinqert, që janë bind nga ajo pari e tyre se me të vërtetë që kjo që nga shteti islam. Edhe se këtë duhet na me mbrojt dhe për këtë duhet na me fliu me sakrifiku. Po të gjitha argumentet edhe studimet e këtij fenomeni kanë deklaruar dhe kanë konstatuar se është kidnapimi i emrit, është keq përdorim i situatës dhe dëmi prej tyre është më i madh për islamin dhe musliman se sa dobi. Realisht dobi s'ka as pak. Edhe andaj të gjithë dietarët musliman, edhe të gjithë organizatat islame, edhe të gjithë muslimanët e sinqert e kanë gjykuar si tradhti të këtij emrit madhështor. Edhe si kidnapim të këtij emrit madhështor. Dhe sa ata që e quajnë veten kështu sot, nuk kanë lidhje me shtetin e vërtet islam as pak. E them këtë me plot përgjegjësi, dhe të gjitha zhvillimet që kanë ndodhur në atë pjesë të botës islame ku ata janë shfaq, është treguar se ata veç dami kanë bërë muslimanëve, asnjë dobi. Dhe shumë dobi u kanë bërë muslimanëve dhe asnjë dam atyre. Janë fakte të dëshmuara në të gjitha, domethënë, përcjelljet e veprimeve të tyre. Andaj kur themi na shteti islam, e kemi qëllim atë shtet i cili ka ekzistuar shekuj me radhë dhe ka prodhu civilizim edhe qytetërim edhe përparim edhe zhvillim shkencor që Allah sot e kësaj dite bota dhe në shekullin 21 përfiton nga ai kontributi jashtëzakonshëm të atij shteti të vërtet islam i cili është udhëhequr nga këto parime. Po edhe ajo histori e bujshme për 13 shekujve që shteti islam ka promovu dituri, ka promovu drejtësi, ka promovu vlera, edhe aty në pjesë caktuar, sepse ka qenë shtet shumë i madh prej Kinë deri në Maroko, do thotë shtet me miliona kilometra katror, shtet me miliona dhe qindra miliona banor. Normalisht edhe në atë zhvillim tëllë shekullor ka pas provinca ku guvernatorët udhëheqit atyre kanë mund me pas keq përdorime të pushtetit, edhe te kalimet kufive. Edhe këto rregulla që i kanë mbledh Imam Neviu rahimahullah në këtë libër, këto hadithe janë treguesi i largpamësisë së argumentit fetar, i urtësisë së Allahut dhul xhelal. Se Allahu i madhëshëm kur ka folë për këtë çështje dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka elaboruar ato hadithe e veta, e ka ditë se këto njerëz do ketë situata të tilla, do ketë pushtetar të drejtë që kanë me qeverisë me Kur'an dhe Sunet, ata duhet me ndëgju dhe me nënshtru. Po do ketë edhe të tjerë, do ketë edhe ata në të njëjtën kohë, do ketë momente kur ata do urdhnojnë në mëkat, s'ka nevojë, s'duhet, jo s'ka nevojë, po s'duhet me ndëgju edhe me u bind. Apo do ketë kryetar që krejtësisht do e shmangin
Kur'anin dhe Sunetin dhe të qeverisin me mendjet e veta, me epshet e veta, siç është rasti tash shumicën e botës. Ku njerëzit qeverisen me ligje që kanë prodhu vetë, me rregullat që kanë nxjerrë vetë, edhe me çdo vjet që kalon, ata binden se atë që kanë thonë dje, sot qenë ka gabim. Dhe se ajo që ka qenë par dje, pas ka qenë ma mirë se ajo që kanë thonë dje. Dhe kështu çdo vjet shkojnë të i ndryshu qëndrimet, të i ndryshu vendimet, të i ndryshu ligjet. Çdo, do thot, cikël zgjedhor, çdo takëm i deputetëve në parlament vjen e demanton ato ligje që i kanë sjell takëmi i kaluar i parlamentit. Edhe të tjerë që vinë mas kanë me demantu atë që sjellin këto, edhe kështu shkojnë lamsh. Do thot, herë shkojnë mas, herë shkojnë para, ma shumë shkojnë mas se për para, edhe këtë jetë e tyre shkojnë në një, do thot, rrotullim të padobishëm. Kurse rregullat, ligjet, dispozitat e ligjit islam, e shariatit të Allahut xhelal, ato janë statike. Ato janë me dobi të përhershme. E normalisht edhe ato ndahen që janë ligje dhe rregullat të përhershme, dhe ka disa momente, disa boshllëqe që kalon shariati islam muslimanëve dhe të parëve të tyre që ata ti rregullojnë sipas kohës dhe rrethanave dhe kushteve të se jetojnë ata. Edhe andaj, prej ditës që është pall Islami deri më sot, ngelet shariati islam një ligj referencial i pandryshueshëm, i pa anashkalueshëm, edhe i rëndësishëm në të gjitha situatat dhe rrethanat. Dhe këto hadithe kanë ardhur me ndërtu këtë raport mes parit edhe popullit. Edhe me rregullimin e këtij raportit stabilizohet gjendja politike dhe shoqërore e një shteti, ku secili e din obligimin e vet edhe detyrën e vet, edhe të drejtat e veta që i ka. Edhe normalisht i kryen obligimet e veta me përpikshmëri dhe me sinqeritet, dhe i kërkon të drejtat e veta gjithashtu me përpikshmëri dhe me insistim. E tash, çka ndodh te njerëzit? Njerëzit sot, kur kanë me lip të drejta, janë të zëshëm, bëjnë zhurmë, kërkojnë, protestojnë, pse e lipin hakun e vetë, dhe kjo është në rregull. Edhe kështu du të me qenë njeriu normal edhe muslimanin veçanti. Por ashtu sikur se je i zëshëm në kërkimin e të drejtave tuaja, duhesh me qenë gjithashtu mobil edhe në gatishmëri me i krye dhe obligimet e tuaja në kohë. E kur vjen puna me i krye obligimet, të gjithë na vonohemi, të gjithë na mendohemi, të gjithë na i shtim për ma vonë. Ama të drejtën e lipim kohë. Për shembull, në shtëpi, me të vënu drekën e darkën, bëhet gjurmë. Me të vënu kafën e çajin, bëhet gjurmë. A pse ti avanon shtëpisë obligimet tuaja ndaj tyre? Furnizimin, kujdesin, emocionet, obligimet ndaj tyre, s'ka gale. Domethënë kur on pyetje e drejta jote, je i zhurmshëm edhe je i ngutshëm. Kur është puna me i kry obligimet tuaja, i shtyn, i prolongon, i vonon. Si ky raport në shtëpia tona është raporti i shoqërisë me pushtetin. Njëjtë, me të njëjtin elan, me të njëjtin energji që i kërkojmë hakun ton, me të njëjtin energji dhe me të njëjtin elan duhet na me i kryer dhe obligimet tona, nëse duam që zhvillimi jon të jetë pozitiv. Përndryshe, do thot çalosje, do ketë pengesa, do ketë mos zhvillim, edhe normalisht do ketë destabilizim. Edhe politik, edhe shoqëror, pastaj do ketë edhe destabilizim fetar. Se gjërat lidhen njëra me tjetrën. Shoqëria që ka liri, që ka siguri, që jeton në një vend ku ka drejtësi, aty ka zhvillim. Se ti nuk mendon për drejtën tonë, se ajo të vjen me automatizëm, por ti mendon se si me kontribu për zhvillimin e vendit tanë, e shtetit tanë, e popullit tanë.
Liri ki, siguri ki, nuk ki rrezik për të ardhmen tone, do të thotë ka drejtësi, se cili merr atë që meriton, atëherë secili kontribon në formën e vet për me zhvillu atë sistem jete. Se po e shef se gjithë fitojnë për asaj. Ama ku s'ka liri, ku s'ka siguri, ku s'ka drejtësi, atëherë nuk ka dhe zhvillim. Atëherë njerëzit bëhen grupe, edhe secili mendon si me e ndryshu këtë pushtet, si me e marr ai vetë pushtetin, si këto benefite dhe përfitime që i ka dikush, me i marr ai tjetri. Se ai mbledh për vetja dhe si ndan shoqëri, si ndan popull. Edhe pse ai të pasurohet e une të jem i varfër. Pse ai të ketë pushtet e unë mos ta kem atë. Pse ai të ketë ndikim e unë mos kem ndikim. Edhe andaj lufta o vllazni për shtet të drejtë dhe funksional është luftë për ta marrë hapësirën hapur për thirrjen islame, për davetin, për zhvillimin e jetës fetare islame. Edhe andaj, kur unë flas për politikë, edhe kur flas për ndryshime shoqërore, nisem nga kjo piknisje, edhe nga ky këndvështrim. Se shtetet tona sa më shumë që janë të drejta, e të lira, e të sigurta, hapësira e davës është më e madhe, dhe mundësia e ndryshimit pozitiv është më e madhe. Dhe e kundërta është e kundërt. Aq sa më tepër mungon liria, aq sa më tepër mungon drejtësia, aq sa më tepër mungon siguria, aq më tepër ngushtohet mundësia e thirrjes islame dhe ndryshimit shoqërisë. Mirë po fat se shumë muslimanë tonë nuk e kuptojnë këtë realitet. Edhe këtë thellësi filozofike në këto aktivitete shoqërore. Edhe mendojnë se dikush e bën këtë për interesat e veta personale, ose për ta mbrojtur një grupacion politik. Jo valla. Nëse na nuk veprojmë këtë aspekt për të fituar kënaqësinë e Allahut, mallkuar qoftë ai mund. Edhe Zoti një mallku ka me qenë. Ama këtë kjo duhet me qenë edhe e bëjmë na thjesht për me fitu kënaqësinë e Allahut dhe me shërby fenë e tij. Dhe normalisht duke shërby fenë e tij, ne e shërbejmë edhe popullin ton, e shërbejmë edhe vendin ton. Edhe ja shohin hajrin kësaj pune pasaj të gjithë. Nëse nuk jemi të vendosur, edhe nëse nuk jemi mobil, të lëvizshëm këtë drejtim, ka me shku tu përkeqësu gjendja. Se shtohet lakmia. Kur shtohet lakmia, shtohet grindja mes lakmiqarëve. Kur shtohet grindja, nisin luftat mes grupacioneve. Humbet siguria. Kur humbet siguria, pastaj cenohet liria. Vjerë shteti, vjerë ligje të dhunshme, masa të dhunshme. Bon merret masa të jashtëzakonshme, shpallet gjendje jashtëzakonshme. Kufizohet liria e lëvizjes, bëhet me orar. Pastaj do thotë ku mungon siguria, ku mungon liria, aty mungon edhe drejtësia, edhe pastaj bëhet luftë për mbijetesë, për ekzistencë. Nuk ki më hapësirë me luftu për të rregulluar gjendjen e vendit tanë. Edhe ta keni me dije o vllazni, se përderisa ne si popull kena me hesht, edhe s'kena me qenë aktiv në ndryshimin e mentalitetit tonë, fillimisht, pastaj edhe gjendjes tonë, e keqja ka mushtu këto vende. Edhe këta hajduta politikanë që i kemi, pa përjashtim, ka mushtu apetitit tyre. Edhe ka mushtu forca e tyre. Dhe ata kanë më bo zullumqarë ma të këshe. Derisa të shpërthen. Edhe ku shpërthen, populli i thjesht ka me vujt, ka mu sakrifiku, përsëri kidnaperat e situatave dhe rrethona, profiterat e luftrave, ata me dinakrin e tyre kanë me marë pushtetin, kanë me mashtru popullin e thjesht, edhe kanë me vazhdu me përfitu nga pushteti. Pse? Se na kemi ofanziva, kemi jurisha, vlojmë si vlon ujin kur në më thonë arin gradën e lartë, ama në moment shkimemi, në moment fikemi, se s'kemi qëllimet të larta, s'kemi plan veprimi, edhe në merë hovi, edhe kryet. Masaj, ata që janë ma dinak, ata që janë ma larkë pamës, për të keqe fatkesisht, ata e vjelin frytin, ata e përfitojnë nga situata, edhe vazhdojnë ata me udhej shtetin, normalisht me premtime shumë të mëdhoja në fillim, masaj me kalimin e kohës,
këtë ato premtime harrohen, këtë ato oferta përfitime për popullin dal nga dal mlidhen, edhe kthehet situata si ka qenë përpara. Derisa përsëri populli të revoltohet, e të rebelohet, e bën një revolucion, e të razon atë pushtet, pastaj vazhdon cikli i dytë, i tretë e kështu me radhë. Derisa na muslimanët bindemi se vetëm me ligjin e Allahut dhe me respektimin e këtij ligjit si pushtetarët edhe populli ka mundësi me siguru pushtet i jetë gjatë. Ashtu si ka qenë pushteti islam shekuj me radhë në atë kohë. Edhe gjitha sistemet tjera kështu kanë me vazhdu. Këtë botën, vjen një parti politike me oferta të reja, me mashtrime të reja, populli i zhgënjyer nga pushteti aktual e voton ofertën e re, rrenën e re, premtimin e re. E përkrah me ymit se do bëhet më mirë. Vjen ai në pushtet, krejt ato premtime, një nga një, këtë i haron. I kthehet sistemit vjetër, bile edhe ma keq se këtë të partë. Edhe shkon këtu pse se populli nuk është i sinqert në veprimin e tij politik, shoqëror. Edhe nuk është serioz. Edhe një pjesë e madhe janë indiferent. Ata janë si publika në stadion. Po janë publik, as aplauz, as brohoritje nuk japin. Veç që shikojnë ndeshje. Edhe zëhet atmosfera aty. S'ka lojë spektakulare. S'ka lojë derbi që thuhet. E ta shtirin publik, as nuk prohoret, as nuk duar troket, as nuk përkran një ekip, as tjetër. Ata që lujnë në më thonë, me lojë të tërkume, të regullume, rezultati para prakisht dihet, edhe të smundesh me pas futbol interesant atëherë. E këtë janë gjendje tona vllazni, që Kurani dhe Suneti ka ardhur me i ndryshu. Sepse këto gjendje shkojnë tu përkeqësu. Andaj nuk guzojmë na me ndet indiferent. E me hesht. E me e shti kokën në zallë, në rër, tu menu pse na nuk e shohim armiku se ekziston. Na bomi, si thotë në Shkup, është një fjalë budall me zër. Ti e shef se s'është të shku marrë dhe mirë. Edhe rin anësh, nuk përzihesh. Rin indiferent, si mendove, ti ka mundrejt vetë puna? Pa u përziti, pa dhënë kontributi, pa u boti vetë njeri mirë i sinqert. Haxhi, umreja, namazi, ibadetet, o vllazni, s'janë për Facebook, Instagram, s'janë për reklam. Ato janë adhurime për me na ndryshu neve, për me nashtu sinqeritetin, për me nashtu devotshmërinë, për me nashtu ndershmërinë, për me nashtu guximin, për me nashtu vullnetin për sakrificë. Na bëjmë ibadete që na ndryshojmë nga mrena, edhe ta shtojmë imanin edhe besimin se risku edhe jeta janë dorë të Allahut. Dhe se na jemi në këtë tokë për me fitu kënaqësinë e Allahut. Dhe se na s'duhet mutut për askujt këtë botë, përveç për Allahut. Dhe se na s'është me rëndësi sa kena pare, me rëndësi që ato që kemi të janë halal. E pastaj ato që janë halal janë boll, janë mjaft për ne. Se harami edhe miliarda me qenë mundet me dhonë një rahatin këtë botë, ama llogaria për to ka me qenë e madhe te Allah. Janë bo formalitete shumë punë tona. Edhe klan. Jo Allah, feja kërkon sinqeritet. Feja kërkon aktivitet. Feja kërkon guxim. Feja kërkon sakrificë. Feja kërkon kontribut. Feja kërkon punë. Unë s'muj me kuptu sa poshtë kanë ra këto vlera të muslimantë praktikanta, të ata që falen, të ata që llogaritës janë devotshëm. Me zor mi qunë sabah, me zor mi qunë me dhonë sadaka, me zor mi ishti në një aktivitet, me zor, kitë me zor. Gjdo të vim, gjdo organizim që bote muslimantë, a ka vullnetar, këtë qujtë. Heq s'ko këstemot, po si ti mendon ka mu shku para kjo punë, si ka me hecë për para. Ti hesht, unë hesht, ai hesht, kitë na heshtim, si ka me shku për para. Vetë nuk shkojnë punë të vëlla. Diku që do të mishti, diku do të mi hedhë heq.
Këtë punë, kur dush, në çdo xhamin, çdo organizat, a ka vullnetar për një punë, kur kush lembrohet. I kam punë e mia apo. Shka e të bo për ti. Shka e të bo, jetu ngaren, jetu punu për një coftin, për një ngordhësir. Pasha Allahun e madhe. Dini, sa vullnet edhe entuziazëm kemi me punu për dynja. 10 orë, 12 orë s'nalmi. Ngordhësir, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dynjaja. Era të neverit, gërdit. Era e keqe, kërë gjenë një kafshë e ngordhë në rrugë. Qështu është dynjaja, o vllazni. Edhe ti që ki dyqan, edhe ti që ki fabrikë, edhe ti që ki, do thot, mall, edhe ti që ki kapital. Kejt ajo që ti duket e bukur, e heshme, e mirë, edhe hin me qef, edhe del me qef jasoj, është softin, era keqe. Edhe pamje keqe, gërdi. Ama ti s'lodhesh të punu për dynja. 10 orë, 12 orë, hiç s'nalesh. Kur vere puna me shërbi fejnë Allahu Dhul Gjelal, menohesh. Atë përzina, mos përzina. Atë kontribuja, mos kontribuj. Atë shkoja, mos shkoj. Pse se e humbi kohën, jes pa punë, si risku, parja, jes keq. Si ka mundësi muslimani me mendu se jetë keq me risk nëse ai është i bindun se Allahu është Razzaq dhul quwwatil matin, se Allahu është fuqizës. A kuptoni? Na rok panika, për shembull, me kontim punë, edhe me qitë pi punë. Veni vend nuk zën. Çka do bëjmë tash? Si do jetoj? Pika do ha. Subhanallah. Po, çet gale që i kiti sot, ta kishe pas për din, e për vatan, e për xhihad, e për davet, kishte qu për para shumë ma shumë. Hiq mëse muaj galin e bukës, e fytit, se atë e ka garantur Rabbul Alemini, halati pa u formu, tamam, Allah pa dalë në dënja. Te ka garantur Rabbul Alemini. Tamam, ka arë shpiti të trupi jotë në barkën e nanës tane, që aty të ka caktua Allahu riskon ta. Ama, unë e sudina me do gjemat pak ma të vjetët që janë, pse ve punon ti për penzi? Sa është me penzia? 1.000 euro, 2.000 euro? Jo, dhe 200 euro. Po tja, atë qash jetu vujt për 100 euro? Ti se më stesh i zoti me i qitë ato pare me 2-3 veprime tjetër, si e jatë me punu, të dilë ma mirë për mu, se ma shumë i të pengu se sa të buhajrë. Rëtë e shpija që ati. Ama njerëzit mashtrum mas dënjas. Edhe me në kam e të 100 vjetë, ka vakt hala. O vëllau, këtheu i badetit, këtheu i kibot 60 vjetë, 70 vjetë, 80 vjetë, shka lipti, ala për dënja me nëna. Leni këtë punë të dënjas. Kushtoj të punoje. Ti përkushtoju adhurimit, përkushtoju veprave të mira. Ato pak pasuri që i ki, përshvizoj me fitu gjenetin. Atje ki me shku, këtu ki milon. E shef ti ka bo 60-70 vjetë, halo me ndonë dyqan me bo, halo me ndonë shpi me bo, halo me bon saltanatët se i botin me bo. O vla, ki milon ato. Ki milon. Ku e ki menën? Ki milon, atje ki me shku. Atje e të bo dishka. Në cigëlla e të quna tona, në tullë. Në dritare, në derë. Me bo shpi në ahiretit. O vlazni, a i një këtu parja, ala vrapojnë mas dënjas, edhe kina darë penzia dhe s'nalmi të punu për dënja. Se kam qëllimit a gjirasimi, mos këtë e zi, për a gjirasimi. Ja, për a gjazemin e kam, për a gjimamerit e kam, për a gjifadinin e kam, për këtë të që janë mas bukra gjisabrina, të që ka darë penzia dhe nga rejnë mas dënjas, për këtë e kam. Plotini, mos i gojnë a gjirasim si e vetë. Allah na fartë, na mshirot, alhamdulillah.